Duke prezantuar kandidatin e koalicionit të majt Petrit Sinaj për Bashkinë e Beratit, kryeministri Edi Rama tha se puna e kryetarit aktual këto 18 muaj me mbështetjen e qeverisë duhet të vazhdojë nga Sinaj, drejt një transformimi më të madh për qytetin e 1-1 dritareve. Kryeministri u tha banorëve të Beratit se rruga e re që e lidh me Lushnjën dhe pjesën tjetër të vendit do të shndrohet në një rrugë të vërtet turistike, çka do ta bëjë bashkinë më të pasur në vend. Është shumë e thjeshtë. Ne kemi një kandidat që nuk është kandidati i LSI-s, as i PS-s, është kandidati ynë i përbashkët. Dhe mbi të gjitha kemi një qeveri që është e vendosur t'i mbaj syt nga Berati për të shlyer në radh parë një borxh të madh ndaj historisë së Shqipërisë, por është dhe borxhi i madh që ne i kemi të gjitha atyre socialistëve dhe progresistëve që edhe pse në rrethim, edhe pse të bllokuar, edhe pse të sakatuar nga i pushtet armiqësor në Tiranë, gjithmonë votën e çuan në drejtim e dur. Pas prezantimit të Petrit Sinajt, kryeministri eci në pedonalen e rikonstruktuar duke u takuar me qytetarët. Sa fëmijë ke? Unë 8 fëmijë. 8. I ke bërë të tërë me njëra apo me radhë? Unë me jo, e ti u çfarë thuash? Po unë jam i nashur me vite. Me vite, atëre. E ti me vite apo ti u çfarë thuash? Atëre, ky është djali i parë. Po. Do vinë dhe vajza atje në Droponik, mos ki më radhë. Hajde. Më fal. Për pak vite do bëhet një qytet mesdhetar i famshëm, ka i ditë temë, nuk di më shumë. Në qarkun e Beratit, kryeministri Edi Rama prezantoi edhe kandidaten për Bashkinë e Urës Vajgurore, Liliana Mema, për të cilën ai tha se do të jetë partnerja e duhur për të çuar përpara projektet e nisura këto 18 muaj qeverisje. Tashmë tha Rama për Urën Vajgurore, të cilës i jemi borxhli për mbështetjen 20 vjeçare, është hapur një epokë e re, e cila duhet të vijojë në drejtimin e duhur. Kandidatja Mema tha se na pret një punë e madhe, prandaj duhet të jemi bashkë, larg ndasive, për të mirën e të gjithë komunitetit. Ylli Alia i sipërmarrës në importin dhe paketimin e produkteve ushqimore, u shpreh kënaqur me politikat fiskale të nxitjes së biznesit gjatë bashkëbisedimit me kryeministrin Rama në ambientet e fabrikës. Bëjtja të vështirë është një ndihmës e madhe se tu ku jemi sot janë 2 milionë euro të investora. Nëse marrin 20% që janë 400.000 euro, automatikisht ngjelin në pjesën që mua më jep frymarrje, jemi lishëm në xhirot e tjera. Cili në skema e nxitjes kushtimit kërkohet 30 atë. Edhe në shkollë të mesme është mjaftueshme për ashtu. Kam përgjigje pozitive që në muajin qershor mund të sigurohen këto vende të reja punën azyre portosit. Nga ky biznes në Urën Vajgurore, kryeministri Rama lajmëroi një iniciativë të re nga qeveria në mbështetje të agrobiznesit. Ne jemi duke paraditur një skemë të re tani për ciklin e mbyllur. Është një skemë e re që do ta lançojmë shumë shpejt. Dhe synimi ynë është ta çojmë financimin për mbështetjen direkte të prodhuesve agroprodhuesve në fshat në 40 deri në 70 milionë euro në vit në 4 vite në vim.